Kur e ka përvjetorin e themelimit ushtria sqarimtare e Kosovës. Mbase për ata që e kanë përjetuar atko edhe mundën me e ditë. Mirë po, ne që jetojmë në liri, festojmë, duart rëkosim, brohorisim, mbajmë simbolet e OÇK-s gjithka, mbase edhe me vete. Mirë po, janë bo 31 vite prej kur u themelu ushtria sqarimtare e Kosovës. A na ka interesu dikujt me datën 17 nëntor me festu ose me enderu dikënd. Shumë pak, ose ma mirë me thonë edhe heq. A mohohen rajt e vërteta të OÇK-s të heshtë. Kur e ka zanafilën OÇK-ja? Zanafila e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rënjet i ka nga janari vitit 1914, kur pjesa më e madhe e trojeve shqiptare mbetën jashtë kufirit shqiptar nga Komisioni i Londrës. Luftra çlirimtare nuk u ndalen asnjëherë që nga Izboletini, Hasan Prishtina, Azem Galica, Rifat Berisha, Shaban Polluzha e shumë çlirimtarë të tjerë. Nga vitin 1914 deri në vitin 1994 kishte shumë struktura të ndryshme çlirimtare të organizuara për çlirimin e vendit. Disa nga akterët televizjas popullore në natën e 17 nëntorit të vitit 1994 në Tiranë marrin vendimin që të krijohet ushtria çlirimtare për çlirimin e vendit dhe bashkimin e trojeve shqiptare. E kjo lëvizje u pagzua me emrin Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Natë nëntori në Tiranë. Aty u morë vendimi që do të ndryshonte historinë e krejt Kosovës, amo përgjithmonë. Azem Sylla, Najt Hasani, Xhavet Haliti, Exhela Dinkashi ose ndryshe Plako. Ata ishin nismëtar e një ushtrie të vërtet sqarimtare. Ushtri me betim të shejt e që synim i tyre ishte sqarimi i tokave shqiptare dhe bashkimi i tyre. Kjo mbledhje e caktoi komandant shtabi Azem Syllen, e që në atë kohë ka qenë veç ëndër e gjithve që me pas një ushtri tonën. Po atë natë u shkru edhe betimi i një ushtari të ushtrisë sqarimtare të Kosovës, betim kë që rënoi këgjagat e dhan njerëzit me luftë e me gjithçka që patën, madje edhe me vdekje për këtë vend. Ky ishte betimi i një ushtari të ushtrisë sqarimtare të Kosovës. Si pjesëtar i ushtrisë sqarimtare të Kosovës, betohem se do të luftoj për sqarimin e tokave të pushtuara të Shqipërisë dhe bashkimin e tyre. Do të jem përherë ushtar besnik, luftëtar i denj i lirisë, vigjilent, guximtar dhe i disiplinuar, i gatshëm që me çdo kohë, pa kursyer as jetën time, të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjta të atë dheut. Nëse shkel këtë betim, le të ndëshkohem me ligjet më të ashpra të luftës dhe nëse tradhtoj, qoftë i humbur gjaku im. Betohem. A u konë e letë, nuk u konë as pak heq. Betim i heshtur, por me zemër e shpirt drejt qëllimit për lirinë e Kosovës në një kohë ku sundonte agresori serb. Pikërisht në gjatë kohë u vugër themeli i lirisë që sot Kosova gëzon. Njëri ndër themeluesit e ushtrisë ishte edhe Najt Hasani, e që aje kujton atë kohë bukur mirë, e që aje cilëson si pikën më kulminante që e patën një ide për lirinë e vendit. Çka thot Najt Hasani? Themelimi i ushtrisë sqarimtare të Kosovës kur është zbon në 94 në nëntor, ajo ka qenë faza kulminante, do thotë që kemi pas tani një ide, kemi pas tani një mbështetje, tani një mbështetje politike, tani ka qenë një luftë tjetër me luftu mbrana vetës. Nuk është e jona, është e huja, e kanë kriju serbët, ata po thirrën, ata po donin në ngjall luftën, ata po donin në shkatru neve, ata po donin na kall neve si popull e tjerë, kështu që po megjithatë u duken një mbështetje. Ai përshkruan situatën se lëvizja vepronte natën, kur agresori serb dominonte gjatë ditës. Nata shumë e vështirë. Djemt organizonin, bartëshin armë, krijonin njësi, përgatiteshin për sqarim vendi. Ndërkohë që komunikata e parë publike u bë me 17 nëntor të vitit 1994, e numri 11 e kishte që shenjë që tregonte se ka nisë më të kjo iniciativë. E në vitin 1997 erdhi mbështetja hapur nga Tirana, nga ministri Sabit Brokaj edhe Fatos Klosi, e njëherët edhe drejtori i Shikut. Me atë rast,
Generalet ngritën baza ushtarake në Durrës, Has, Lubisht, Tropoj e Kuks. EQOQK-s i dhan një hovë edhe më të madh drejt çlirimit. Në vitin 1996, qindra çlirimtar ju bashkuan radhave të saj, përfshirë komandantin legjendar Adem Jasharin, Hashim Thaqin e Kadri Veselin së bashku me të tjerët. 1997 solli shpresë edhe më të fuqishme që vendi po shkon drejt një çlirimi. Po ashtu vjen data 28 nëntor e këtij viti, ku ushtria çlirimtare e Kosovës mori guximin që të dalë në skenë publikisht. E ata ishin Muj Krasniqi, Daud Haradinaj e Recep Selimi. Shqiptarët e patën një gëzim të papërshkrueshëm. Kjo dalje sigurisht që nuk ishte e lehtë, ishte sfidë edhe betim që liria nuk ka me vënu. E vërteta e themelimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është kjo. Asune nuk e di, por mjafton me shfletu pak, me u kthy në kohë. Historia nuk mundet me u ndryshu. Të paktën e shqiptarëve, të paktën e atyre që e përjetuan e themeluan ushtrinë çlirimtare të Kosovës. E kur vjen dita e 17 nëntorit, e dim që në nëntor kemi shumë festa. Mirë po, kur krenohemi, e kur festojmë, e kur brohorasim, duhet i dim edhe rënjet e vërteta që ushtria çlirimtare e Kosovës i ka.